Dy ministrat e jashtëm të Shqipërisë dhe Greqisë shtrënguan duar të qeshur para kamerave për të biseduar më tej për afro 60 minuta mbi çështjet që kanë mbetur pezull mes dy vendeve, të cilat gjithsesi edhe pse fryma që përcollën dy zyrtarët e lartë pas takimit ishte optimiste, mbeten sërish pezull. Por Bushati dhe Kosqias këtë herë u shfaqën më të angazhuar për t'i zgjedhur në të ardhmen e afërt përmes një mekanizmi të përbashkët që e quajtën hartën e rrugës. Por gjithë energjitë tona tashmë janë fokusuar tek mënyra se si do të gjejmë zgjidhje për këto çështje. Unë do t'ju thoja që problemet janë që t'i zgjidhim dhe të ecim më tutje. Por në këtë takim të tretë, shteti helen jo vetëm u detyrua të njohë çështjen Çame, por Nikos Kosqias u bë ministri i parë i jashtëm që bëri edhe ndarjen e qartë mes çamëve bashkëpunëtor dhe atyre civil të pafajshëm. Sa i përket çështjes Çame, është e ditur se kemi një grup shumë të madh çamësh që janë shqiptar dhe jetojnë në Shqipëri. Janë disa çamë të vjetër kristian të myslimanizuar në vitin 1911, të cilët sot janë qytetar grek, shtetas grek. Ekzistojnë edhe disa çamë që bashkëpunuan me pushtuesit gjerman dhe ngritën ato komisionet e kontrollit dhe të zhvatjes së pasurive të popullsisë së vjetër, që mbetej në zonat e Epirit, të cilët u dënuan nga gjykata greke në bazë të ligjit grek dhe ligjeve ndërkombëtare. Në ndryshim nga njerëz të tjerë që jepnin llogarinë në Europë, u larguan nga vendi dhe nuk u ekzekutuan. Unë mendoj se duhet të kemi kujdes kur flasim për këtë çamë, se nuk nënkuptojmë asnjë grup qytetarësh shqiptar dhe nuk nënkuptojmë Shqipërinë. Por Tirana zyrtare përmes krye diplomatit Ditmir Bushati ka bërë të qartë se çështja Çame ekziston dhe duhet zgjidhur. Ai këmbguli se traktati i miqësisë mes dy vendeve do të jetë edhe baza mbi të cilën do të adresohen edhe kërkesat për pronat në të dy anët e kufirit. Nuk bëhet fjalë as për pretendime territoriale, por qasja jonë kur flasim për këtë çështje ka të bëjë me respektimin e lirive dhe drejtave themelore të kësaj popullsie Çame, të pasardhësve të tyre. Greqia evidentoi se nuk do të pengojë integrimin e Shqipërisë dhe në përgjigje të Oranjus, Nikos Kosqias bëri një hap pas nga deklarata e ministrisë që ai drejton një ditë më parë. Tjetër gjë është deklarata e ministrisë së jashtme. Tjetër gjë deklarata e ministrit të jashtëm dhe tjetër gjë deklarata e tipit që arqeton se ne duam Shqipërinë në BE dhe do e ndihmojmë aq sa dëshiron. Nuk besoj se është as në dëshirën, vullnetin, tagrin apo interesin e Greqisë për të aplikuar një politikë kushtëzuese ndaj Shqipërisë që në fakt nuk e ka aplikuar asnjëherë. Madje krye diplomati nuk i kurseu as këtë përgjigje provokimit të një gazetareje greke, e cila cilësoi ngrirjen e çështjes Çame si një stërkëmbësh të Tiranës ndaj raporteve me Greqinë dhe integrimin në Bashkimin Evropian. Nuk ka asnjë pengesë nga ana jonë që po i vëmë Greqisë. Nuk e di nëse u përkthye, ne folëm për dialog. Dhe duke se shtrëngimi i duarve në fund, përqafimi për zemër dhe buzëqeshjet e zgjatura mes ministrit e jashtëm shqiptar dhe atij grek, i la palës sërish secila me qëndrimet e veta, por arriti të përcjell një etapë të re entuziaste, por t'i zgjidhur ato tashmë përmes hartës së rrugës që do ndiqet. Mirëmbrëma të nderuar shikues, do të diskutojmë sot për marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Greqisë, duke marrë shkas dhe nga vizita e ministrit jashtëm të Greqisë në Tiranë, ku ai sot është takuar me ministrin e jashtëm zotin Bushati, ku pati dhe një konferencë përshtyp me presidentin e Republikës zotin Bujar Nishani, pas do të ketë vimin e agjendës ku nesër do të takohet dhe me kryeministrin e vendit zotin Edi Rama. Po për diskutuar për mbrëmjen e sotme kam të ftuar zotin Plum Xhufi, historian, mirëmbrëma dhe faleminderit profesor. Zonjën Edith Argji, ish zëvendës ministre e jashtme, mirëmbrëma dhe faleminderit. Mirëmbrëma, faleminderit. Gjithashtu ish ministrin e jashtëm, zotin Arjan Starova, mirëmbrëma dhe faleminderit. Pedagogun e marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin Evropian Tiranës, zotin Enri Dite, mirëmbrëma dhe faleminderit. Profesor Xhufi, do ja nis nga ju dhe pikërisht nga deklarata e ministrit i jashtëm të Greqisë për sa i përket çështjes Çame. Tani të shohim, ta nisim me gjërat pozitive. Rreth gati 10 vjetë më parë, kur ishte president Papuljasi, ju kujtohet, do kishte një takim me presidentin Mojsiu në Sarand. Që u anullua. Aty ndodhi një demonstrat paqësore, shumë paqësore madje, me lule, edhe me parulla ku kish parulla tjela, mi se erdhe presidenti jon, apo jo nga anë e Çamve, duke i njohur si president
Papuljasin, nuk pati absolutisht asnjë incident, me një distancë mjaft diskrete nga vendi, nga hoteli ku do bëj takimi, dhe presidenti Papuljas anulloi vizitën, u kthyen mes rrugës, siç e dim. Dhe në atë rast, disa media që ishin afër qeverisë aso kohe, më kujtohet mirë, u turën kundër çamëve të cilët kishin sabotuar, si thua, këtë takim i cili lançonte qeverinë e re sa kishte ardhur në pushtet në atë kohë. Sot, zoti Kocia, si cili përfaqëson një, do të thosha, një si forcë politike, një tendencë pozitive në raport me fqinjet përgjithësi, me politikat europiane gjithashtu, nuk e bëri këtë gest, nuk u largua, megjithëse mas 10 vjetësh koha bënd vetëm, apo jo. Megjithatë, deklaratat e tij më duhet them që ishin stilit të vjetër, me përjashtim të pranimit, të trajtimit çështjes Çame, në mënyrën siç e kërkon pala greke, domethënë duke mbështetur në disa absurde historike dhe juridike, të cilat nuk qëndrojnë, por, si thuash, ka dëgjuar këtë muzikë, domethënë, paktën që nga viti 2013, çështja Çame është shtruar nga qeveria e re, nga ministri i jashtëm, edhe nga kryeministri, edhe do thosha edhe nga opozita, nga figura të reja të opozitës. Të vjetrat insistojnë në mohimin e këtyre problemeve, sepse janë dhe të implikuara me disa marrëveshje të pistat, do thosha, në dëm të interesave të Shqipërisë. Por tezat janë të njëjtat, nuk ka Çam, ka disa shqiptarë, thuhet aty, ka disa shqiptarë të cilët janë implikuar me krimet e luftës, të cilët ikën vetë. Kjo është tezë e vjetër, tezë politike, pas një bazë historike, juridike. Ka disa të krishterë të cilët, tha zoti Kocia, që janë bërë musliman dhe kanë ngelur në Greqi. Krejt e kundërta ka ndodhur historikisht, do më thënë që muslimanët, shqiptarë, janë kthyer me format të dhunshme, dhunë policore, represion, por dhe me format dhunës ekonomike, janë kthyer, dhe kjo që të ketë aty, unë nuk e di që të ketë grek të cilët që kanë bërë, apo jo kanë ndruar fen, janë bërë musliman edhe pas kanë qëndruar. Këto janë teza të cilat janë krejt të stilit vjetër, si ato që mohojnë dhe minoritetet tjera, jo vetëm shqiptarët e Greqisë, u kujtoj që edhe për turqit e Thrakës, pozita zyrtare e qeverisë greke vazhdon të jetë e njëjta, që këta nuk janë turq, por këta janë grek të cilët flasin turqisht. Domethënë kanë mësuar turqisht në kushte presioni, represioni në kohën e Perandorisë Osmane. Pra këtu nuk kemi asë një zhvillim pozitiv, thash e vetmja pozitive është që të paktën tani përfaqësuesit e lartë politikës greke qëndrojnë dhe dëgjojnë, apo jo, dëgjojnë që çështja të shtrohet nga pala shqiptare. Por kjo s'do të thotë që kështu mund të ecet përpara. Problemi është që problemi zgjidhet dhe një problemi të zgjidhet sigurisht duhet trajtuar në forma tjera, jo në këtë. Okej, zonja Argje. Për mua ka njërësisë, është paktën brenda një periudhe kohore 2 vjeçare, është vizita e dytë apo e tretë e ministrit jashtëm Kocias në Shqipëri. Ka pasur vizita të tjera të shtetarëve grek në Shqipëri, një takim të 2 kryeministrave në New York përpara një viti. Ka një shpeshtim të vizitave këto vite, pavarësisht që nuk ka pasur në një brumë për vetë faktin sepse nuk ka në një nënshkrim marrëveshjesh apo nuk ka edhe në një arritje edhe për çështjet të cilat diskutohen, duke përfshirë këtu dhe çështjen Çame. Risia e dytë që shoh unë është fakti që të paktën ministri i jashtëm greke ka përmendur sot çështjen Çame, pavarësisht që siç tha edhe zoti Xhufi në mënyrën e tij dhe në mënyrën e tyre edhe atë çështje. Nuk ka, vazhdojnë akoma të insistojnë në faktin që këta janë flitet këtu për kristianë të cilët janë muslimanizuar, apo flasin ende përsëri në lidhje me tezën e implikimit të Çamëve gjatë luftës dytë botërore me nazistët, për cilën është pak e çuditshme sepse
jo vetëm ndoshta ka qenë një grup shumë i vogël, ndoshta që mund këtë bashkëpunuar me nazistët dhe më pas ata edhe janë dërguar në kampe për qëndrimin në Ishuj, edhe pa implikim fare, pa bashkëpunim fare me trupat naziste, por gjithsesi edhe në atë rast edhe në rast do të ishte i tillë nuk e shoh të arsyeshme faktin, nuk e shoh se si mundin ta justifikojnë grekët faktin që mbas kaq shumë vitesh ata vazhdojnë të dënojnë vetëm shqiptarët edhe për një lloj implikimi të tillë kur kuptohet që ka pasur do të tjerë cilët mund bashkëpunëtorë të tjerë gjatë periudhës nazizmit. Nëse ky do të ishte argumenti, që për mua nuk përbën argument. E treta që do të shtroja është fakti që mediat greke i trumpetuan shumë vizitës së ministrit Kocias në Shqipëri 3 ditë përpara vizitës tij, për faktin se gjëja ai do të sillte 3 mesazhe në lidhje me marrëveshjet e mbetura pezull. E para që ka të bëjë me një rinegocim apo një hap të ri në çështjen e marrëveshjes së ujrave detar. E dyta që ka të bëjë pikërisht me çështjen e varrezave, për cilën ka pasur dhe një debat mjaft ashpër në parlamentin grek përpara rreth 2-3 javësh, ku deputetët të Nea Demokracisë kanë kërkuar ministrit Kocias dhe kryeministrit aktual pikërisht llogarinë lidhje me çështjen e varrezave të ushtarëve grek në Shqipëri. Dhe e treta që ka të bëjë me zhvillimin e mëtejshëm të këtyre marrëdhënieve, sidomos në aspektin ekonomik, duke qenë se Greqia nuk është më partneri kryesor i biznesit midis vendeve tona. Unë shoh që në takimin e sotshëm me ministrin e jashtëm, që ai është takimi kryesor, sepse takimet e tjera janë takime protokollare, janë formale, por janë takime protokollare që ai do të zhvillojë ministri i jashtëm i zhvillon me presidentin apo me kryeministrin. Homologu i tij është takimi kryesor dhe i delegacioneve. Shoh që nuk është diskutuar thellësishëm për këtë marrëveshje. Të paktën në deklaratën për shtyp që ka pasur është përmendur kryesisht. Kryesisht, po ndoshta mund të jetë diskutuar. Po, kryesisht është diskutuar, të paktën në deklaratën finale që kanë qenë dhe që kemi parë në media, është diskutuar për çështjen Çame. Ndoshta çështja Çame edhe është publikuar dhe më tepër për vetë faktin e asaj proteste që ishte, t'ju them të drejtën, një protestë e madhe. Ndoshta edhe për të tërhequr vëmendjen, ëh? Jo, me këtë rast edhe përshëndes gjithë grupimin Çam në Shqipëri, nuk do thoja vetëm PD-jun, po në përgjithësi, të cilët kanë arritur dhe shoqatat e tyre për këtë ndërmarrje që kanë bërë sot, sepse ne shqiptarët ka ardhur momenti që duhet protestojmë për gjërat të cilat janë duhet të protestojmë rreth parë për ato të cilat nuk shkojnë dhe për gabimet e historisë që janë bërë historikisht. Kështu që në këtë aspekt mendoj që e ka marrë një mesazh edhe ministri Kocias edhe Greqia vet. Megjithatë ende nuk jam në gjendje, mbas kaq informacioni sa kam, që të deshifroj arsyeën e vërtetë të ardhjes së ministrit Kocias në Tiranë, sepse natyrisht që ka një arsye të vërtetë për te kësaj. Arsyeja kryesore është marrëveshja për ujrat, me siguri se ajo ka ngel, cila vetë media nuk është artikuluar. Pa dashur të bëj bilancin e kësaj vizite, se është shumë shpejt, natyrisht edhe ndoshta duhet shikojmë edhe më shumë, po edhe shumë gjëra u thanë këtu. Nuk u përmend asgjë nga dita e sotme, nga bisedimet, paktën ose aq sa mund të kapun, se ndoshta si kam kaptore për ligjin e luftës, se ekziston një ligj lufte marrëdhënie midis dy vendeve, i cili është krejt absurd, i cili është përmendur nga kryeministri para pak ditësh. Dhe nga pala greke nuk bëhet asnjë lëvizje, vetëm se thuhet vazhdimisht, siç tha ministri i jashtëm nga Greqia pa ardhur këtu, që ky është absurd sepse s'ka gjendje lufte. Po atëherë pse ekziston ligji? E përmendi edhe sot. Dhe unë marr shkas të them që kjo gjendje absurde në fakt nuk është aq absurde. Për të kaluar përtej saj, mendoj se pala greke ka një arsye shumë të hollë dhe shpeshherë të padukshme, dukshme vetëm për qarqet e sistemit drejtësisë në Greqi, të cilët duke qenë në një situatë dyshe dhe pranohet gjendja e luftës dhe nuk pranohet, pra pranohet me letra, por në fakt me traktat miqësie është kapërcyer, kjo jep mundësi që do të gjejnë gjithmonë vegja, siç thot populli apo arsye apo Gozh Nasradinit flasim më qartë, që çështja e pronave të shqiptarëve përfshirë dhe Çamën në Greqi mund të shtyhet nga lenat greke. Kjo është arsyeja ime dhe prandaj nuk e kapërcejnë këtë gjendje të ligjit luftës. Mendoj që ka ardhur koha të kapërcehet dhe do doja ta dëgjoja këtë gjë sot, thash në përjashtim të rastit, nëse unë se kam dëgjuar. Për sa i përket pjesës tjetër dhe unë dua ta përshëndes protestën Çame, në fund këto janë mënyrat e shprehjes mendimit në demokraci, gjë shumë e bukur, nuk pati asnjë asgjë, artikuluan idetë e tyre. Në fakt duan apo s'duan grekët, pavarësisht nga ato që u thanë, ka disa grek këtu, disa Çam atje, nuk e di, krishterë të muslimanizuar, atje ka pas një komunitet veçantë. Madje po të mos jenë në trysinë e të qenit në të parë vëngër, le të themi, nga autoritetet greke, ata fare mund të deklarojnë, mund të jenë 200-300.000
shqiptarët jemi origjinë çame apo origjinë s'ka rëndësi të atyre krahinëve jugore. Unë këtë realitet nuk flas thjesht me pralla, kam prekur vetë të gjë, e di shumë mirë, por ka dhe një të vërtet madhe. Me qëllim që Greqia të njohë një minoritet, zëri kryesor i fuqishëm duhet jetë minoriteti atje. Minoriteti atje nuk artikulon këtë gjë, atëherë ngelet çështja e grupimit apo e minoritetit çam mbetet diçka që lidhet kryesisht me pronat dhe me drejtë për të kthyer apo për tyre dalirisht nga Greqia që artikulohen nga një parti, siç është PDU-ja që përfaqëson dhe çështja e minoritetit çam. Kërkesat e tyre janë shumë drejta mendojnë, po janë të lidhura pasgjithmërisht sipas mendimit tim dhe me ligjin e luftës. Pra nëse nuk hiqet ligji i luftës, duhet shkojnë së bashku. Prapa ligji i luftës qëndron çështje shumë e madhe, çështja e pronave, dhe bashkë me ligjin e luftës hiqet edhe dënimi që pretendojnë. Sipas tyre pretendojnë që shqiptarët që kanë dalë te apo çamët që kanë dalë te kanë qenë ata që kanë bashkëpunuar me nazistët. Kjo nuk është as pak e vërtetë që kanë bashkëpunuar, mund të ketë kokra si kudo që bashkëpunojnë, por shqiptarët e Greqisë, pra ato që ne i quajmë çamë dhe grekët nuk e pranojnë që janë çamë, kanë luftuar, kanë dhënë kontribut për luftuar nazizmin dhe me të drejtë partia çame kërkon të ngrihet një monument atje në përkushtim të tyre të rënëve, ashtu siç kemi bërë për grekët dhe që ata kërkojnë përsëri për komunitetet tjera të rënëve grek në Shqipëri. Vetëm një ndërhyrje fare të vogël të bëja. Nuk flitet fare absolutisht për pronat e shqiptarëve në Greqi. Këtu nuk janë thjesht pronat çamëve. Janë pronat shqiptarëve. Shqiptarët në Greqi janë në numër shumë të madh se sa popullsia çame. E ka përmendur në fakt presidenti këtë takimi. Pikërisht pra, këtu flitet për pronat pafundme të cilat ku ka shtetas shqiptar sot të cilët kanë ende tapit që nga periudha e mëparshme që përpara ndërprerjes apo futjes ligjit luftës dhe sekuestrimit pronave në të njëjtën kohë, të cilët janë penalizuar. Fundi nëse Greqia sot është një fond i Bashkimit Evropian dhe është antare me drejtat plota e gjithë konventave europiane për të drejtat njerëzit, atëherë duhet që të paktën të njohë pronat e qytetarëve të tjerë, të cilët janë qytetarë jo çam. Sepse jo gjithë shqiptarët që jetojnë në Greqi janë çam. Ka pasur shqiptarë që jetojnë në zona që nuk përbëjnë pikërisht çamrin, duke filluar nga Grevenaja deri në Selanik, edhe më tej poshtë në Atik. Okej, Hide, e mori pak vëmendjen sot çështja çame dhe ndoshta në publik flasim, apo dhe në deklaratë për shtyp nuk u përmend asnjë çfarë është biseduar më në thellësi mes dy ministrave? Së pari, po, ka një debat dhe një çështje dhe një agjendë më të gjerë për te çështjes që ju përmendni. Është e vërtetë që marrëdhënia midis Shqipërisë dhe Greqisë kanë kaluar nëpër një sër turbullirash për të mbërritur deri te kjo nyje kaq e madhe që unë do të quaja nyje goliane në fakt e problemit me çështjen çame. Nëse mund të më lejoni, do doja që të radhisja një sër argumentash në raport me ose mbi marrëdhëniet shqiptaro-greke në përgjithësi. Së pari duhet kemi parasysh që Greqia ka filluar të ketë një kompleks shumë të madh i cili është ndërtuar vitet e fundit ndaj shqiptarëve në rajon, i cili është argumentuar jo vetëm në qarqet ato që ju quhen qarqet e Ministrisë së Jashtme apo mediatikisht u shfaqen si të tilla, por mbi të gjitha edhe në qarqet akademike të Greqisë, sidomos në qarqet akademike të politikës jashtme, të cilat rastisht në Greqi të bëjnë dhe politikën e jashtme zyrtare të shtetit praktikisht. Për shkak se një pjesë shumë e madhe tyre janë dhe këshilltar në një periudhë apo në tjetër të ministrave të ndryshëm grek, ndryshe nga çfarë ndodh në Shqipëri. E dyta, kjo do të thotë se shumë shpesh ne hasim një lloj frike ose jo tamam frikë, po një lloj mosbesimi dhe dyshimi ndaj rritjes ose një lloj ripërcaktimi do ta quaja unë të pozicionit grek në raport me shqiptarët në rajon dhe në raport me Shqipërinë si shteti që përfaqëson shqiptarët si që tenton të përfaqësojë shqiptarët. Kjo do të thotë se grekët tashmë ndodhen përballë një aktori të ri dhe përpiqen që të krijojnë një dinamikë të re. Thënë këtë, çështja çame në vetvete është vetëm një prej instrumentave që përshkruan këtë dinamikë. Nuk është vetëm një argument. Po shikoni me vëmendje, çështja çame vërtet mori pjesën kryesore të medias, pra atë pjesën më të madhe të tortës mediatike. Por në fakt unë jam i bindur që nuk ka qenë kjo e vetmja çështje që është diskutuar dhe nuk ka se si të jetë kjo e vetmja çështje që hidhet në tryezë. Sa herë që grekët ndodhen në një tavolinë, pra Ministria e Jashtme dhe përfaqësuesit e tyre në një tavolinë me homologët e tyre shqiptar, të gjitha çështjet e tjera vendosen mbi tavolinë.
Dhe jo më kot pak përveç deklaratave që kanë ardhur nga qarqet të ministrisë, po përmend prap term mediatik që është përdorur në Shqipëri, të Ministrisë Punëve të Jashtme greke, kemi dhe një deklaratë të re dhe shumë interesante, e cila është për herë të parë e bërë nga një ministër i punëve të jashtme i Shqipërisë dhe në përgjithësi nga ai që përfaqëson shtetin shqiptar në politikën e jashtme, që është parimi i ndërsjelltësisë. Ne po përpiqemi që të krijojmë dhe të operojmë dhe ky është produkt i këtij vizioni të ri që ne kemi në rajon dhe këtij pozicioni të ri që ne duam të kemi, nuk e di sa do arrim ta kemi realisht në fundit. Kjo do varet nga produkti i negociatave. Me çdo shtet që ne kemi probleme, por praktikisht në parimin e ndërsjellësisë do të thotë që ne do veprojmë me grekët mbi bazën e parimit më të hershëm të diplomacisë, që është ndërsjellësia. Për çdo veprim të tyre do ketë dhe një veprim nga ana shqiptare. Për çdo çështje që ata do shtrojnë dhe ne do kemi një çështje. Dhe parimi i ndërsjellësisë është shumë më shumë sesa do të thotë që ne praktikisht do i trajtojmë grekët në e thuaj në një herë dhe reciprocitet, po më mirë ndërsjellësi. Jo, jam jemi më shqip ne jemi në rregull, po nuk kuptoj reciprocitet. Por unë do vazhdoj të përdor temat që unë i pëlqej më shumë të shqipes, pavarësisht se diplomacia ndonjëherë operon me terma të anglishtes. Nga ana tjetër ka dhe një çështje që është po aq e rëndësishme. Grekët po kërkojnë me vazhdimisht që të rinegociojnë çështjen e detit, të rinegociojnë dhe të hapin sërish atë çështje. Por duke shtuar kuadrin evropian dhe duke shtuar edhe një dimension tjetër pra të një lloj pengese të Shqipërisë në procesin e integrimit evropian. Duhet jemi shumë të qartë. Reciprociteti përfshin pikërisht për shkak të kësaj gjëje dhe një rihapje të çështjes çame. Pra ne duhet jemi, në të paktën në agendën tonë diplomatike, duhet të përcaktojmë mirë gjërat dhe duhet të përcaktojmë mirë hapat që do ndjekim. Greqia kërkon disa pika në agendën e saj, përfshirë dhe varet. Ne duhet kërkojmë elementët tanë, sikurse kanë të drejtë ata të kërkojnë një numër caktuar varesh, që nuk janë 12.000, janë më pak se 2.000 në Shqipëri, në pika nevralgjike që ata kanë pretendime territoriale në Shqipëri, historikisht, ne duhet kërkojmë minimalisht respektimin e të drejtave të shqiptarëve të dëbuar që andej, ne i quajmë komunitetet çam pata janë shqiptarë të dëbuar, dhe e dyta, ne duhet të kërkojmë që të ndërtohen edhe monumentet të çamve të larguar në vendet ku janë ndërtuar masakrat. Dhe thënë këtë vetëm një element të fundit në qoftë se më lejoni. Nuk duhet të kompleksohemi nga fakti që e ardhmja jonë në Bashkimin Evropian. Sigurisht që është dhe është e ardhmja të dyja palëve. Dhe pikërisht për këtë arsye Greqia nuk ka pse të kompleksohet që ashtu sikurse qytetarët grek dhe minoriteti grek në Shqipëri kërkojnë të drejtat e veta dhe qytetarët shqiptar që kanë pronat atje të kërkojnë të drejtat e tyre. Pra qytetarët që përkasin komunitetit çam dhe që kanë pronat dhe e fundit dhe e mbyll në këtë qasje është se shqiptarët po hedhin, pra pala shqiptare, po hedh në tryezën e negociatave me Greqinë për herë të parë dhe një çështje të re, që nuk e di sa është diskutuar në Shqipëri, po është çështja e pronave të shtetit shqiptar në territorin grek. Që nuk është diskutuar më herët. Që nuk është diskutuar, tashmë janë zbuluar dhe provat të pakundërshtueshme. Shqipëria i disponon këto, nuk e di se kur, se në çfarë periudhe kohore janë disponuar këto, ndoshta edhe më herët, por tashmë duket sikur po integrohet në agjendën e bisedimeve dhe një çështje e re, pronave të shtetit shqiptar, jo vetëm të qytetarëve shqiptar. Okej, mirë, shkojmë publicitet, themi më një herë pas pak në pjesën e dytë. Jemi kthyer sërish në pjesën e dytë. Zoti Xhufi, kemi sot një diplomaci të fortë të Shqipërisë dhe një Greqi të dobët. Tani, kjo për mua do ish gabim i madh që nëse do e mendonim kështu. Të lidheshin dalje e këtyre problemeve, të lidhet me një dobësi urojmë kalimtare që po kalon Greqia, si në përgjithësi të gjitha shtetet e Europës, po Greqia në mënyrë të veçantë. Jo, nuk unë them që kjo nuk ka të bëj me shtrimin e këtyre problemeve. Por ama kjo ka të bëj me një heshtje 25 vjeçare që ka majtë politika. Dhe ne sot për fat keq po korim frutet e hidhura të 25 vjet politik injorimi interesave shkombëtare, sidomos në raport me Greqinë, në nënshkrim e shmarrëveshje anti-shqiptare, anti-kombëtare, në heshtje larg syve të publikut. Pasaj, kur janë bërë çështje është tjetër gjë, dhe për këtë duhet lavdëruar në një
në i kalorës i vetmuar, në i gazetar trime, kupton, që i ka shtruar që në çështjen e marrëveshjes së detit, apo marrëveshjet e tjera. Mos harroni, ne kemi lënë gjithçka. Ne kemi mësuar keq grekët. Dhe kemi menduar që duke u sjellë me shtetin si pronar të shtetit, them politikanët, kanë bërë çdo lloj marrëveshjesh. Bile kanë bërë dhe marrëveshje pa nënshkruar gjë, me fjalë. Varezat në Këlqyr janë ngritur në vitin 2004, pa u nënshkruar marrëveshje, po me fjalë goje. Kreu i kishës autokefale shqiptare, fillimi i gjithë të këqijave, mëkati fillestar ai është për mua, është bërë me fjalë goje, e ka pranuar vetë të ish presidenti. I dhash fjalën, edhe më dha fjalën. Një çështje kardinale për stabilitetin dhe për qëndrueshmërinë e shtetit shqiptar dhe për mbarvajtjen sociale, mirëqenien sociale, është trajtuar në këtë mënyrë, sikur të ishte shteti plaçkë personale. Ndërsa sot thonë ju është krejt ndryshe. Problemi është që tani këto gjëra që politikanët tani bën jashtë syve të publikut me kokën e tyre, apo jo duke luajtur dhe korrupsionin, është luajtur dhe korrupsion për këto gjë, për të marrë një vote, edhe për të heshtur çështjen Çame parlament është luajtur dhe korrupsioni, ta dini, domethënë, kur u bë çështja për të bërë rezolutën e Çame, është luajtur edhe paraja, edhe vendet e punës e tjera e tjera. Tani problemi është që politika kujton se mbyllet çdo gjë me atë firmën që bëjnë ose me fjalën e gojës, me celular që japin këta. Problemi është që njerëzit dëgjojnë, populli dëgjon. Dhe krimi më i madh që ka bërë politika shqiptare është sepse ka komprometuar marrëdhëniet shqiptaro-greke. Sepse njerëzit, populli është i sensibilizuar. Thuaj çat duash ti që marrëveshja e detit që e drejtë nuk i falem gjë, njerëzit e kanë të qartë tani që aty është bërë një pazar. Aty është bërë një shitje e interesave kombëtare. Po kështu dhe me çështjet e tjera. Dhe tani vjen problemi që ne ndodhemi përballë. Problemi është që nuk ekzistonin në vitin 2000. Ne kishim tjera probleme, kishim agjendën tonë. Ne kishim agjendën tonë, kishim çështjen Çame, kishim ligjin e luftës, kishim çështjen e kufirit toksor që Greqia se njeh akoma. Kishim çështjen e pronave të qytetarëve shqiptarë, jo të Çamve, të pronave para shpalljes ligjit luftës. Të gjitha këto probleme u zhdukën për 25 vjet nga agjenda. Është një merit e kësaj qeverie, le ta themi, unë nuk e di me sa profesionalizëm e si do ta trajtojnë, por e kanë shtruar për herë të parë një problem të tillë dhe ky është një hap. Sigurisht kjo duhet pranuar, natyrisht duhet dhe shumë kujdes, ne nuk kemi interes të prishim marrëdhëniet me palën greke, është një partner shumë i rëndësishëm, thuhet edhe strategjik. Ashtu qoftë, dhe strategjik. E keq përdorur partneri strategjik nuk votoni fundit hyrjen e Shqipërisë në NATO, ka qenë e fundit që edhe me kusht. Dhe jo vetëm kaq, nuk i vendos dhe kushte për hyrjen e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ja, gjëra ju duhet thënë hapur, nuk e di në i thuan apo nuk i thuan. Unë mendoj që s'duhet të presim me thikë, domethënë mas 25 vjetëve, më në fund janë shit interesat me Greqinë dhe tani më 25, domethënë me këtë qeverisje po dalim dritë. Mos e thash atë, mos ma të lutem shumë. Paka shumë kjo tha, më në fund po thua. Po thash që po e hapin dojën. Vetëm çështjen Çame se unë s'do bëj enciklopedi. Po ligjin e luftës e hoqë kjo qeveri, të jemi realistë. Unë po jo them vetëm kaq, edhe unë e kam ngritur kur kam qenë zëvendës ministër në vitet e parë në 90. Ligjin e detit. Edhe çështjen e ligjeve të luftës dhe çështjen Çame nuk kemi arritur ta ngrem publikisht sepse ne gjykata kushtetuese. Unë e di që ke shtruar dhe se ke po dhe unë kam rezervat se e ke shtruar ti, se i kam parë kartë. Kemi pas probleme të tjera në të kohë shumë më të rënda me grekët, por problemet kanë qenë aty dhe natyrisht ju e dini që para se të ketë negociata gjithmonë ka një dealing proces që thuhet që merre jepet për të arrit atë që mund të arrihet, sepse kompromisi që ka këto gjëra, por kur nuk është harruar çështja Çame. Në kohën që kam qenë unë ose ato vite që kam qenë ministri, po edhe më pas. Tani që ka marrë një, le të themi, dinamik të re këtë çështje, që Shqipëria, siç e tha edhe me drejtë, është bërë faktor dhe do të vijë gjithmonë duke forcu, pavarësisht problemeve që kemi brenda ne. Natyrisht marrëdhëniet konsolidohen, vërtiten rreth gjërave shumë të rëndësishme lidhen dhe me zhvillim ekonomik të rëndësishëm të rajonit, me antarësimet me proceset e futjes tonë BE, sepse Greqia është tashmë BE, pra sigurisht, pra duan
Unë e mora fjale vetëm për të thënë që një ndarje tillë me Thik 25 vjet është tradhtuar, është lënë etj. Madje edhe marrëveshja e detit, pavarësisht se është hedhur poshtë nga gjykata kushtetuese dhe unë s'marr përsipër do gjykatës kushtetues, nuk mund të quhet në asnjë mënyrë tradhti. Do të ishte gabim i madh që ta përdorim thjesht për fushata elektorale, këtu nuk është fjalë për fushat, po nuk them për zotin Xhupi, po të tjerë përpara. Aty ka gabimet e tjera që mund të se nuk është marrëveshje e thjesht dhe nevoja për një marrëveshje të tillë për kundër mendime që thonë vija e detit ka qenë është ndryshe, sepse sipas studimeve shkencore deti nuk shikohet vetëm si një vijë mbi sipërfaqen e tij, por ka të bëjë me pasuritë me shumë gjëra, pra duhet të ketë rinegocime, por tradhti në asnjë mënyrë nuk mund të quhet. Pra ideja ime është që 25 vite është punuar, dinamika e zhvillime e tjerë ka bërë që në këtë dinamikë përfshihen gjithë më shumë çështje të tjera dhe shumë mirë që po dalin edhe çështje të tjera më me forcë që të zgjidhen, siç është çështja e respektit ndaj shqiptarëve o çamëve apo edhe ajo e ligjit vetëm një ndërhyrje të vogël. Unë kam pritur afërsisht tash 3 vjet. Unë kam pritur 3 vjet që pikërisht ajo çështje për të cilën është përfolur kaq shumë, që është çështja e delimitimit të ujrave, pra e ligjit e marrëveshjes për detin, të ringrihi përsëri në një formë ose në një tjetër nga ata të cilët ngritën gjitha të vorbull aq të madhe edhe më pas gjykata kushtetuese bëri atë votim që bëri, që natyrisht askush nga ne nuk mund të gjykojë vendimin e gjykatës kushtetuese. Po deri tash unë nuk kam parë absolutisht asnjë gjë. Kam pritur që të bëhet ose të rinegociohet marrëveshja, sepse pala greke me sa di unë disa herë ka ngritur çështjen ose të rinegociohet ose çojnin gjykatën e Hagës, ose çojnin arbitrazh ndërkombëtar, ose çojnin në Hamburg, që është gjykata e detit e çështjeve detare. Dhe asnjë nga këto nuk ka ndodhur ende, dhe unë nuk e di se kur do të ndodhi, sepse normalisht duhet ishte qeveria aktuale e cila ngriti gjithë të vorbull kaq të madh, gjithë të zhurmë, bëri një zhurmë kaq të madhe që duhet arrinte të pretendonte që të bënte diçka pikërisht. Ç'bëri një herë? Jo, nuk e ç'bëri qeveria. Po ne kemi probleme të tjera me Greqinë, s'kemi marrëveshje me detin. Nuk e bëri qeveria atë, e bëri gjykata kushtetuese, qeveria në atë kohë ishte në opozitë, bravo qofte, e përdori për çështje politike shumë të forta. E përdori për çështje politike të forta. Megjithatë do doja të thoja që këto 25 vite unë nuk mund të them në asnjë mënyrë që ne kemi ndajt kod me Greqinë, përkundrazi kanë qenë 25 vite ku janë afërsisht rreth 800.000 deri 900.000 shqiptar që kanë jetuar në Greqi. Ne i dim kushtet. Më falni, ne i dim kushtet se si kanë shkuar shqiptarët në Greqi, se çfarë kanë bërë atje. Sot për sot ata janë faktor. Dhe këtu duhet të shohim edhe në anën tjetër që ndoshta një nga arsyet kryesore pse Greqia sot vjen tek ne 2 herë brenda një viti, ministri i jashtëm është absolutisht sepse shqiptarët në Greqi dhe grekët vetë kuptojnë janë një faktor shumë i rëndësishëm për ekonominë greke, por edhe për stabilitetin e Greqisë, sidomos në kushtet aktuale që është Greqia, dhe kur në vitin 2013 kanë qenë 17.000 biznese shqiptare të regjistruara në dhomën e tregtisë së Greqisë, dhe kur çdo ditë më tepër shqiptarët përveç bizneseve të tyre janë afërsisht të regjistruar rreth 100.000 fëmijë shqiptar në shkollat greke dhe janë të dhe natyrisht vazhdojnë dhe shaqenë në votërë. Një pyetje për panelin, do të them, çfarë në këto 25 vjet qeveritë shqiptare kanë realizuar nga agenda shqiptare kundrejt Greqisë dhe çfarë ka realizuar Greqia nga agenda e saj? Mund t'ju përgjigjem unë me njëherë, zoti Xhufi. Nga agenda historike, po them. Agenda historike, ne Shqipëria ka arritur të kompleksoj Greqinë përfundimisht. Kjo është kompleksim shumë i fortë. Po nuk është arritje. Jo, më falni, është arritje shumë e fortë për një vend si Greqia, që ka qenë antar i NATO-s dhe antar i Bashkimit Evropian, kur nuk kanë qenë shumë vite, kur nuk kanë qenë shumë vende të tjera. Ky është instrument, nuk është qëllim në vetvete. Ky është instrument, nuk është qëllim në vetvete diplomaci. Interesi ynë kombëtar, mos harroni që ka nisur të kuptohet dhe të ndërgjegjësohet popullsia për interesin kombëtar që nga 92 e këtej. E fillova vetë të bisedë duke thënë pikërisht të gjë, duke thënë që Shqipëria është faktor interesi dhe nuk është parë në atë formë siç e kanë parë popujt e tjerë interesin kombëtar. Pikërisht është arritur kjo që është arritur. Ky është para 90-s. Jo se s'ka pasur, nuk është. Duhet ta ndaj mirë atë të shmbrojtur fare, absolutisht për të mbrojtur. Po ka kërkuar që në 80 për të mbrojtur nuk është mbrojtur hiç një gjë e tillë tani, mos pretendoni që Enver Hoxha ishte ai që mbrojti interesin kombëtar shqiptar, përkundrazi. Unë duhet të rreq vetëm për diçka. Me drejtë e shtoj pyetjen kolegu Xhufi, për të mos harrojmë diçka. Po.
Ne nuk mund të bëjmë, le të themi, kashilliku a garën e forcës Greqisë në një kohë që ne kishim rreth gjysmë milioni shqiptarë të cilët ende kishin probleme mbijetese, integrimi etj. Pas Greqia s'mund na bënte njëjtin presion ne për të imponuar agjendën e vet me kur ne kishim një problem kaq të madh me shqiptarët atje, ne do i kërkonim me hiq ligjin e luftës apo gjëra të tjera, ne e shtronim problemin, maçim pulsin, shikoni dhe erdhi dita që sot çfarë kemi arritur ne etj probleme. Nuk mund të kërkosh kur ti ke probleme ekzistencë shumë të rëndësishme. Jo, një sekond. Kjo është një lloj sigur ti të mos kesh bukë për familjen tënde, të kërkosh kollare për anëtarët e familjes. Kjo s'shkon fare. Jo, atëherë, duhet jemi realist. Që të fillojmë sepse këtu ushtruan në bisedë me të drejtë shumë çështje. Që fillojmë ta marrim nga unë do të qëndroja një minutë në mënyrë shumë përmbledhur, por deri tani nuk kam folur, kështu që i lutem. Në mënyrë shumë përmbledhur. Para sa i takon marrëveshje së detit, nuk di se çfarë emri mund t'i vësh largimin nga territori, nga hapësira territoriale shqiptare, ujore, detare apo dhe ajrore, sikurse përcaktohet në konventa ndërkombëtare, të një hapësirë shumë të madhe territoriale në favor të një shteti tjetër. Nuk e di se çfarë emri mund t'i vësh kësaj, përveç se tradhti kombëtare, që është parashikuar nga shumë nenën të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. E dyta, unë nuk e di se çfarë kemi arritur ne këto 25 vjet, pavarësisht se kemi bërë shumë. Një pyetje kam shumë konkrete. Po kemi pasur shqiptar atje, unë kam qenë dhe kam studiuar atë 8 vjet. Kam studiuar politikë të jashtme, madje marrëdhënie ndërkombëtare në Greqi. Unë nuk e di dhe prandaj thash që njoh edhe një pjesë të madhe të elitës politikës jashtme greke në mënyrë si e përçojnë ata mendimin e tyre. Por nuk e di dhe jam dyshues deri sot, duke jetuar atje dhe duke punuar këtu më pas, se çfarë kemi arritur ne në raport me përfitimet e shqiptarëve që janë në Greqi. 100.000 shqiptarë përmendën këtu 100.000 fëmijë, mbasi janë 200.000, mbasi janë shumë më tepër. Por çfarë të drejtash kanë ata sot? A kanë ata drejt shkollohen në gjuhën shqipe? I drejtojnë të jenë shqiptarë? Një sekund, jo, unë duhet të vazhdoj të flas pak. Shqiptarët në gjuhën shqipe nuk edukohen edhe në vende të tjera të Bashkimit Evropian. Mund ta them këtë apo jo? Ata kanë kërkuar vazhdimisht në Austri, ekstrakomunitarët nuk shkollohen në gjuhën e tyre. Turqit nuk shkollohen turqisht në Austri, që janë komunitet shumë i madh. Tani ju lutem. T'ju themi gjë tjetër. Ne nuk kemi arritur dot atëherë që të garantojmë atyre të drejtat themelore të njeriut, sikurse ne ja kemi garantuar minoritetet grek në Shqipëri prej vitesh. Shqiptarët të cilët unë flas nuk janë minoritar në Greqi, ndërsa grekët janë minoritar, kanë ardhur këtu, kanë punuar në tokat e shqiptarëve të jugut të Shqipërisë. Absolutisht ata nuk janë shqiptarët, nuk janë minoritarë. Sa herë përfaqësuesit e emigrantë, absolutisht. Zoti Xhubi, ju lutem, ta mbaroj pak. Po të njohur, po si? Ka pas dhe një komisar të jashtëzakonshëm për të marrë të minoritetet. Po nuk është minoritet, po çamëria, vetëm çamëria në atë zonë nuk ka qenë minoritet, për këtë nuk e. Më vjen keq, mund të jetë njohur, pikërisht këtu atëherë është dallimi midis ne të dyve, zoti Xhufi, për arsye sepse unë çamët nuk i quaj minoritar në Greqi, përkundrazi. Banor etnik. Është një komunitet etnik dhe nuk mund quhet minoritet. Ka një dallim, ka një dallim midis minoritet, atëherë i bën dhe shqiptarët e Maqedonisë që kanë minoritar. Atëherë janë edhe, më falni, atëherë dhe shqiptarët e Maqedonisë janë minoritar në Maqedoni. Të do të thoni. Një pjesë e popullsisë shqiptare ngeli mbas ndarjes pa drejt kufire, ngeli në Greqi. Po tash më vjen minoritet. Jo, absolut. Atëherë i bën, po mirë, njëjta marrëveshje funksionoi dhe kanë luftuar deri në luftën e dytë botërore për të kishin statusin e minoritetit dhe qeveria shqiptare ju duhet ta dini. Çamët kanë luftuar pikërisht si komunitet. Në Gjenevë përfaqësuesi shqiptar çdo vit ka bërë luftë që të njihej statusi minoritetit. Shqiptarët, çamët në Greqi nuk kanë qenë kur minoritet dhe nuk mund të kenë qenë dhe unë nuk i quaj minoritet, ata janë komunitet. Po ai se janë kush pyet për ne. Po pikërisht po s'kan qenë asnjëherë minoritet shqiptarët në Greqi. Ata kanë qenë absolutisht autokton në vendin e tyre, pjesën e tyre. Pastaj kjo është historike tregon që ata kanë qenë shumicë. Po ka shumë rëndësi, atëherë i bën që shqiptarët e Maqedonisë janë minoritet. Këtë do të thoni. Malazezit që ti ke më fal tani një minutë, se këto gjëra tani. Zoti Xhufi, shqiptarët në Maqedonia janë minoritet apo jo? Janë komunitet etnik. Malazezët që janë në Shqipëri kanë ardhur në shekullin e 19. Po ju krahasoni numrin e malazezëve të Shqipërisë me numrin e çamëve në Greqi, të cilët janë. Po malazezët, po jo, po malazezët kanë ardhur në Shqipëri thoni ju. Çamët janë autokton në Greqi. Popullsia çame në Greqi, në veri është popullsia autoktone. Çamëria njihet që është deri në gjirin e Artës. E drejta moderne, ç'është kjo nuk e njeh fare, kjo është për të folur unë si historian mund të flas. Po e drejta juridike nuk të njeh minoriteti është ai që gjendet në një moment caktuar
brenda të kufive të një shteti të caktuar është minoritet. Atëherë shqiptarët e Maqedonisë janë minoritet. A mund ta vazhdoj pak arsyetimin? Mund të jetë majorancë. Po nuk mund të jetë minoritet. Po quhet pikërisht pra këtë po ju them, në gjuhën politike, politologjisë kjo quhet absolutisht komunitet etnik. Okej, ta mbyllim këtë se Nuk quhet minoritet. Atëherë, kjo është debatuar, por të vazhdoj pak arsyetimin tim, lutem. E para ne kemi ju e përmendët zonja Haxhi me shumë saktësi që kemi një numër shumë të madh fëmijësh që janë lindur atje, janë rritur atje. Sa i takon të drejtave të tyre, e para e drejta për tu e kanë kërkuar vetë ata, e kanë kërkuar vetë komunitetet shqiptare që ndodhen, emigrante që ndodhen në Greqi, dhe shteti shqiptar pak gjë ka bërë për mos të na zgjatë një programe arbetaresh, disa shkolla të hapura tek tuk me ndihmën e unë nuk jam ministri Kocias. Por meqense e shtruat çështjen, unë po them gjë tjetër. Jo, përndryshe unë mendoj pikërisht si juve, që nuk kanë pasur të drejtat dhe prandaj kanë ngelur deri sot. Por ne nuk mund të themi që në 25 vjet nuk është bërë asnjë gjë dhe nuk është kërkuar asnjë gjë. Nuk po e themi këtë, po themi që vazhdoj pas formulin vazhdoj. E para kishte të bënte pra pikërisht me çfarë do thot marrëveshje për detin. E dyta ka bëjë me të drejtat e emigrantëve shqiptarë në Greqi, në mënyrë si Greqia ka abuzuar me këtë dhe për shkak të problemeve të brendshme shqiptare, për shkak të kapjes shpeshherë të politikës shqiptare dhe në kuptimin e mirëfill të fjalës, si nëpërmjet korrupsionit ashtu dhe në mënyra të tjera, jo korruptive, por të kapjes së elitave politike nga një shtet tjetër. Greqia? Her pas here po. Atëherë dhe ata shqekin në rregull. Her pas here po. Më thuaj që kanë fajin vetëm shqiptarët, se dhe korruptorët. Unë thashë që ka fjalën elita politike shqiptare që për pjesë shumë madhe historike. Është varfëria kryesore që ka qenë elementi kryesor në ne diskutojmë duket. Po unë do ta mbaroj ka një traktat miqësie, ka një zhvillim marrëdhënie ekonomike, ka një përmirësim të klimës dhe këto janë arritje dhe nuk u arritën këto 3 vite tani. Në traktatin e miqësisë parashikohet që Jo, në traktatin e miqësisë parashikohet që Greqia heq dorë nga përdorimi i epitetit Vorjo Epir. Te traktati i miqësisë. Në traktatin e miqësisë. Sa mirë që është shkruar, shumë bukur. Shqyr që e kanë përdorur gjatë gjithë kohës Vorjo Epir. Edhe kur vin këtu. Po le ta përdorin, sa kemi dorë. Dikush ta përdori tash, lutem zotin. Edhe ne përdorim çfarë do. Kam një pyetje e njëjtë për të katër ju. Sot a ulemi të barabartë ne me Greqinë në tryez? Absolutisht për sa kohë që ne jemi antar të NATO-s me drejtat plota, ne jemi barabartë. Ne kemi një kryeministër sot. Tash barabartë nuk bëhet fjalë për 2 individ që kanë shkallë kulture dhe inteligjente të njëjtë. Bëhet fjalë edhe për sfondet që kemë mbrapa. Tani Greqia është shtet më zhvilluar se Shqipëria tani, më vjen keq. Dhe ushtarakisht më fort. Dhe ekonomikisht, pavarësisht problemeve ekonomike. Po them më zhvilluar, i ka gjithë aspektet. Edhe ka kemi një qasje të rreth politikës jashtme, e cila është artikuluar fare qartë dhe tani më po kristalizohet duket se po. E kemi më të fortë se që kemi pasur. Po, por problemi nuk është e fortësia e qasjes tonë, është e produkti i qasjes. Kemi retorik më të madhe. Kemi retorik, po a kemi produkt? Ka absolutisht. A kemi produkt? Dhe produkt, dhe i tani që t'jemi realist, nuk ka. A është mirë që kemi shtuar retorikën? Nuk e di. Sepse ndonjëherë kjo kthehet bumerang kur nuk ka produkt në politikën e jashtme dhe diplomaci. Zoti Starova, për ta mbyllur se jemi edhe drejt fundit, duhet kishte ndoshta sot pra disa te deklaratat e konferenca për shtyp që patën dy ministrat diçka më të hapur për publikun se çfarë është diskutuar aty. Se ne pothuajse gjithë vëmendje dhe diskutimit e bëm në mënyrë a priori, ndërkohë që vëmendja u mor dhe nga protesta e çështjes Çame. Më vëmë në pozicionin që unë duhet krahasoj 2 agenda, ç'dëgjova dhe ç'ka. Unë nuk di gjë se ç'kan agendat shkruar atë, sepse nuk e ka bërë publike njëri nga Ministria e Jashtme dhe kjo është praktikë që s'ka nevojë ta dinë gjithë. Unë nuk e kam këtë mundësi sot për sot bëj krahasimin. Mas disa ditësh ndoshta e di, por ne mund të themi në varësi të problemeve që shtruan këtu, a mund të kishte diçka më shumë? Unë kisha qejf të gjoja një poroncim nga ana jonë ose të diskutu për çështjen e respektimit të atyre që kanë sakrifikuar për çrimin e Greqisë. Kisha dëshirë të gjoja diçka për ligjin e luftës, çfarë do bëhet për heqjen e tij. Ai tha fjalët që është absurde të tjerë. Ne e dimë atë, shpeshherë ky është argumenti grek që kemi traktat miqësie s'ka, përjashton gjendjen. Po mirë gjendja e luftës, po pse gjendja e luftës atëre ekziston letra akoma? Pse nuk bëhet dhe de jure të hiqet? Nuk gjova, do kisha qejf të gjoja. Shumë përgjithësi, pastaj ato pjesët e tjera janë këto takimet dypalshe në nivele ministrash apo më lart apo më poshtë janë diçka që vazhdon.
është tradit shumë zakonshme e punëve të jashtme. Ma mërmëndja probleme ekonomike janë diskutuar, mund të jetë diskutuar çështjet e tapit, I cili ka ca probleme, ca gjëra, nuk e di, kanë biseduar për një lobim ose gjë. Marrëveshja për ujin, për kufirin detar, pa diskutim është Urojmë që mos të ketë vendosur në kusht është biseduar, gjëra tjera nuk mundet të marrë me mend kur nuk kam parasysh agjendë. Kushtet nuk vendosen në atë formë, jam e sigurt për këtë, po gjithsesi mund të mqifen, kushtet mund të jenë të shehura në bisedat ndryshme etj. Megjithatë, çështja, siç e thash në fillim, çështja e marrëveshjes, delimitimit të ujrave është një çështje që duhet të zgjidhet, të ketë një lloj zgjidhje. Zgjidhja duhet shihet se ku të shkojmë, sepse një herë sot ose më vonë ne do duhet që të ulemi të diskutojmë apo të vendosim për një marrëveshje të këtij lloji, siç kemi bërë me Italinë, siç bëjnë shtetet të tjera. A do të shkojmë në Hagë, a do të shkojmë në arbitrazh ndërkombëtar, kjo është një çështje që duhet ta zgjidhin, kuptohet, qeveritë aktuale apo tashme, nuk e di se si do të zgjidhet më tej, po për mua unë do doja të shihja më tepër edhe diçka tjetër. Ndoshta për herë të parë ka ardhur momenti që diskutohet pak edhe për çështjen e kufirit toksor, për atë që zoti Xhufi e tha në fillim, pikërisht për çështjen e piramidave, të cilat, siç mendohet, janë zhvendosur gjatë viteve të fundit. Në këto 25 vite ka një zhvendosje të piramidave, të paktën nga 2-3 materialet ekspertëve të cilët kam lexuar kohët e fundit tregohet që ka një zhvendosje të tyre dhe që natyrisht të njihet e drejta e popullsisë çame për jo vetëm çështjen e pronave, por deri në një farë mënyrë duhet edhe një lloj kërkim falje për gjithçka që ka ndodhur. Pra, genocidi është genocid, masakra është masakër. Përpara se shqiptarët apo çamët ta çojnë këtë çështje në gjykatën ndërkombëtare të drejtave të njerëzit, është mirë që Greqia të kërkojë atë që ka bërë Gjermania, nuk e di se sa do të arrinte Greqia që ta bënte sot. Çik pak duket si e vështirë. Ndërruar dhe shikues, kemi mbritur në fund, faleminderit zoti Xhufi. Kishe diçka për çfarë? Patjetër. Se jam i vjetër nga të gjithë, apo jo, për moshën pak. Atëherë unë gjykoj që ka një të mirë kjo situata aktuale, që koha e lëshimeve pa kriter dhe pa skrupull ka mbaruar, tani nuk të lasë publiku që të bëhen gjëra tilla, gjëra që janë bërë. Shoh të rëndësishme që të avancoj ligji luftës. Unë nuk e shoh marrëveshjen e ujrave detare me urgjencë. Ajo ka qenë urgjencë për Greqinë, nuk ka qenë për ne fare. Nuk ekzistonte si çështje, u fut në mënyrë të papritur, një ditë të bukur dhe Greqia arriti ta afusë, madje edhe ta zgjidhë në mënyrën që imponoi ajo vetë. Unë jam për ligjin e luftës, sepse ligji i luftës nuk është thjesht një çështje platonike kështu. Ligji i luftës është lidhur me dy çështje kryesore, me çështjen e pronave, qytetarëve shqiptar, por është e lidhur edhe me atë të shkret kufit toksor, të cilin Greqia nga viti 1913 de jure nuk e njeh. Shtetet midis tyre, marrëveshjen e parë që bëjnë, dy shtete, Kosova me Maqedoninë, Kosova me Malnezi. Marrëveshje parë është marrëveshje kufirit. Sepse po nuk zgjidhe kufirin, ke luftën mes, apo jo. Kështu që zgjidhet është marrëveshje parë, ne kemi 100 e sa vjet. Kam përshtypjen që ka një ngatresur, jo se nuk njohin kufirin, se kjo është skandaloze, dhe nuk do kishte qeveri që do ta lindë më njanë. Çështja e vizë konkrete mi terren, atë e di shumë mirë. Jo. Sepse ajo lëviz dhe për shkaqe natyrore, siç e dini, jo dhe rishikohet. Ti nuk ke të nënshkruar dy marrëveshje kuadër. Marrëveshja për eliminimin e incidenteve kufitare. Qofse është shumë, se nuk e ngre kjo qeveri të bëjë një ndryshim 25 vite për kufirin toksor. Me që ka tradhti e madhe, kjo që kemi në luftë. Arian, po jo pra tani, vjen keq. Ti i pari nuk ke gojë, ti kërkosh. Unë s'kam gojë, unë jam marrë konkretisht me vinë kufirit. Po ti e marrë, po... Po s'po merr me vinë kufirit. Unë s'kam gojë, për çfarë s'kam gojën? Për çfarë s'kam gojën? Unë kam biseduar për vinë kufirin në Shqipëri e Greqi shumë herë. Kam ndërtu piramida, kam qo ekspert, qa? Ku e ke mërë, ke zgjidhur marrëveshje? Sikur, që marrëveshje të zgjidhë mërë? Vije kufirit ekziston mërë, zotërisë që kënë harë. Kurse çështja e detit është tjetër gjë, se ka një pasuri ekonomike zbuluar nga shkenca. Pra ndaj rishikohet. Ka dhe pasuri në New York. E një vetëm një parë. Si sheka, po kjo që po thoni, e kupto që është, për? I bigi kufia, Greqia... Nuk e njefë, po, e kam thënë gjithmonë. Greko-shqiptar, po se ka gjuhë njëri, për ne.
seriozisht, po jo, mos mund pranohet kjo. Po kjo duhet bëj titrat e gjithë gazetave nesër. Greqia dhe Shqipëria s'kan kufi. Po duhet ta kishe ti parasysh kur ke qenë. Nuk e di, ti thua kam shtruar. Ti thua kam shtruar. Çka kam shtruar? Nuk kam shtruar teun. Çka ke shtruar? Piramidat. Çështjen e vis konkrete në teren që lëviz për shkaqjen natyrore. Po, që të ka thënë pala greke do i merretojnë me piramidat, pala greke ashtu ka thënë. Mos u shqetësoni. Mos jam ekspert janë tjerë, mos u shqetësoni. Mos lexo, unë ke mu. Shikoj gjurmën, ke njeriu këtu. Po si merr përsipër? Po pse merr përsipër? Shqipëria është kandidate BE-s, Shqipëria anëtare të NATO-s. Jo, më një minutë, mos jam. Nuk janë fjalë përgjithshme, o zotëri, nuk është fjalia e parë që po të them, do të jetë e treta. E para është para, po dëgjoj, është një gjeometri. Kushtet pastaj vërtetimi. Shqipëria është antare e tyre. Para se të bëjë antare, janë dhe shtetet tjera që shkojnë vinë kufitare. Po që janë këto që po të gjëmë sot? Zotni, ti e ke shtuar çështjen e kufirit. Po lene më çfarë çështje kufirit, se nuk e keqe po tu. Ju jeni historian më për kompensim. Po si është pas ka vi? S'ka vi kufiri midis Greqisë. E ti çdo thotë jo. Po a ka ligj lufte më zotni? Ka ligj lufte apo nuk ka ligj lufte? Si s'ka ligj lufte? Ligj lufte po dëgjoj kocia tani apo po dëgjoj? E njëjta gjë pra, de jure. Jo mos është e njëjta gjë. Janë dy gjëra të ndryshme. Nuk e njeh më. Mund të ketë kufi dhe ke gjendje lufte. Edhe mund të ketë gjendje lufte dhe s'ka kufi. Çfarë lidhje ka kjo? Po mor pyet ata të kufit. Po pse vendet që kanë bërë luftë kanë pas kufin midis tyre? I ke pyetur ushtarakët e kufit. Po leve vjen keq tani. Okej, mirë. Si pasaj bie që vendet e Europës e të NATO-s pas kanë pranuar vend që s'ka vin gjendje lufte. Po le tash, kjo është situatë me rrjedhoja praktike çështja ekzistencës ligjit luftës. Nuk është ajo sepse ka edhe një traktat miqësie. Unë thash ai ndikon tek pronat, pas ka edhe pronë shtetërore. Po çka ka realizuar ai traktat i miqësisë? Ka lidhje me kufirin tani vjen keq. Çfarë ka ai traktat i miqësisë? Ke vetëm çështjen e kufirit detaj. Ora nuk ka marrëveshje po them për kufirin. Nuk ka marrëveshje për kufirin, ta them me kompetencë. Është ka përzyer me të tjera marrëveshje ajo, vjen keq. Po sa thoni është ka përveshje kështu thua ti. Jo më jo, duhet marrëveshje, është marrëveshje kuadër, mor zoti Arian. Kjo është ajo çështja e ligjit, kur s'ke një ligj në një vend në Shqipëri, automatikisht merr ligj më i afërt i komunitetit BE apo diçka. Zoti Xhufi po. Po mirë dhe gjon variant. Mos pranojmë tash gjëra kështu, s'ka kufi. Okej. S'ka kufi teksor Greqi, Shqipëri, vjen keq. Për ta mbyllur, unë po them, po e përsëris dhe njerë, edhe delte nga debatet tona këtu, që shumë gjëra kanë kaluar edhe promocionjet problemeve, kjo rezulton e qartë edhe në këtë debat që ne kemi. Unë uroj që kjo qeveri, e cila jam dakord që deri tani në mënyrë deklamative, apo jo i ka shtruar këto probleme, të bëjë hapa konkrete. Po i bëjë hapa konkrete për realizimin e tyre, duhet të regoj sigurisht vendosmëri, integritet, lidhje me interesin kombëtar, që nuk është treguar në këto 25, nuk përjashtoj edhe qeverit majta, që mos keq kuptohen në këtë rast. Dhe në të njëjtën kohë, kur mbrojtja 25 vjet, nuk mbrojtja të djathtën, mësoj mbrojtja të majtë të djathtën, gjithë qeveri shqiptare. Po mos në pritani edhe për... Po mos e bëjmë darja tani majtë të djathtën. Me në kuptimin që po mbrojmë djathtën, unë vërtet djathtën s'kam qenë, këtu po flasim në një vështrim tjetër. Edhe kur thash 25 vitet nuk bën hiç. Ti, zoti Starova, i shtron gjërat edhe personalisht dhe më detyron që të kapem dhe unë personalisht. Më kapër edhe personalisht, ka si problem, tani po mbron të djathtën dhe majtën. Leta, pse më ndërhyr në çdo fjalë? Unë ndërhyra se the s'ka kufi midis Greqisë dhe Shqipërisë. Po ta them 100 herë sa ta marrësh vesh. Je totalisht gabim. Po, edhe po dua ta përshkruaj çështjen jo si historian, po si jurist, edhe do shikosh. Por e ke shtruar ti pari, po e ke shtruar në mënyrë për reciprocitet edhe pastaj u tërhoqë. Nuk kam shtruar çështje kufiri edhe një herë. Në shkrimi dy marrëveshje. Mos lexo letrat atyre Kalemxhive atje që afuzin. Okej, për ta mbyllur, lutem. Kështu që unë gjykoj që duhet natyrisht duhet parë marrëdhëniet me Greqinë edhe në kontekstin. Ne tani jemi vend antar i NATO-s, padyshim, kemi dhe mundësi më të mëdha për të luajtur një rol dhe për të promovuar interesat tona gjithmonë në suazën e të drejtës ndërkombëtare apo në suazën e standardeve europiane, të cilat themi të gjitha palët që i mbrojnë dhe mos harrojmë sepse ka një vend fqinj me ne që është Maqedonia. Nuk e bëri Maqedonia atë që bëri qeveria shqiptare në 2008. Pranoi mos hynë në NATO, por mos i nështrohet shantazhit. Nuk e di bëri mirë apo bëri keq. Unë them, populli Maqedonas e vlerësoi qëndrimin edhe këtë nuk e di atë Maqedonia pas ka hyrë vetë në NATO. Jo se se le Greqia, ja tani po e marr vesh. Po, për Greqia i vuri kushtin që të vuri ty zoti Starova. Këtë tani po e marr vesh. Maqedonia nuk dashka vetë hyj NATO. E po tani mos njohja nuk është nga një pozitiv, është negativ.
mbritur në fund. Të nderuar shikues, kemi mbritur në fund. Ju falenderoj që ishit sot dhe diskutuam së bashku. Faleminderit Hide, Starova, Zonja Axhi dhe Zoti Xhufi. Ndajemi këtu, bashkë takohemi sezonin e ardhshëm. Ishe emisioni fundit për këtë sezon. Natën e mirë.